e kupton shumë thjesht në praktik. Çfarë do të thotë të mungoj ushqimi? Ti e kupton për një kohë të shkurt. Nga se agjerimi përket edhe këtë anë. Nga se Allahu si tha në hadithi kutsi, do ta lodhje agjerusin, ha? E shpërblimi i kësaj, pse ai bën durim, unë ja fali xhenetin. Pra agjerimi i ka këto të theja, nuk do të quaj mashtrim, po gajret vitit i jep dikush nëse thotë mos më lodhen agjerimi. Agjerimi duhet ta lodh besimtari. Duhet ta lodh si në aspektin fizik edhe të atë anën tjetër, nga se këtë ka synim agjerimi. Ta shterje në të aspektin që ai se ushtari i mirë nuk shifet në front. Ushtari i mirë kalitet gjatë stërvitjeve përsa qëndron në atë afatin kur është përsa është ushtar. Në front usës puna. Në front dëshmohen trimat dhe frikacakët të cilët e fugin pushkën dhe ikin. Pra Ramazani është muaj i cili e kalit muslimanin në të gjitha aspekte.